nga Shqipëria. Po i kom thonë që kjo është zgjedhja jeme edhe e kom vendos. A ke pas mbështetjen e tij në këtë vendim? Ai e din, e kom kundër, po ai e din kur vendosi diçka është pikë në fund. E pakthishme. Okej. Tani në fakt një periudhë e re ose një periudhë e artë me kombëtarin e Kosovës, kapiten lider në fushë. Po buon 5 vjet, 6 vjet që jem kapiten, 6 vjet. Që jem kapiten i Kosovës edhe është krenari çdo herë që luj për atë panel, për këtë vend, për tifos që vina për krahin. Edhe shpresoj me arrit diçka të madhe në të ardhmen. Nuk është e lehtë, e dina, për shkak që ka shumë kombëtare të forta që kanë lojtar fenomenal. Ka më konë një objektiv shumë i vështirë. A ka qenë goli i parë i yt i shënuar me kombëtarin e Kosovës? Jo, i pare u konë kampionat botror kundër Turqisë. Po, kundër Turqisë, okej. Në atë kohë kur kemi shënu 3 golla krejt. Një aventyre ka qenë e jotja. Çfarë pi mungon kësaj Kosove, Amir, për me arrit një sukses të madh? Tash, ti bashkë me Vedat Muriqin, bashkë me Edën Zhegerova, me Milat Rashicën, nuk është që s'kemi nivel profesionistësh në mesin e futbollistëve që ftohen. Pse s'po kemi sukses? Po, e kemi arritur suksesin më të madh. Në Ligën B. Kemi arritur me dalë në Ligën B në Nations League. Po nuk është e lehtë, përsëris nuk është e lehtë. Çdo ekip, çdo kombëtar ka lojtar të mëdhenj, lojtar që dalin gjithmonë shkolla futbolli, shkolla që nxjerrin lojtar të rëndësishëm. Edhe gjithmonë është pyetja kjo është gjenerata e artë. Për shembull, gjenerata e artë e Kosovës. A jemi kjo? Po gjenerata e artë e Belgjikës, e Francës. Me krahasu me neve. Po. Kur të menon në këtë aspekt e sheh që është për një më vështirë me arrit diçka të madhe, po nëse arrihet është kënaqësia e shumë fisht. Si është ndjenja më grumbulluar me kombëtarin e Kosovës, Amir?